Në të gjithë vendin prej shtatorit të vitit kaluar ka nisur zyrtarisht fushata e vaksinimit antigrip. Zëvendës Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Ogena Tomini gjatë inspektimit në qendrën shëndetësore numër 2 vuri në dukje rëndësinë e aplikimit vaksinave për mbrojtjen nga simptomat e rënda të viruseve gripale. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë nënvizon se stina virozave përballohet me vaksinim në qendrat shëndetësore ose direkt në banesë për ata që nuk kanë mundësi të paraqiten në struktura. Sigurisht komunikimi i mjekut familjes, i mjekut specialist përvijon me grup moshat në riskut për t'i thirrur akoma vaksinimin. Për banesë është një ndër politikat shumë të mira dhe shumë efikase të Ministrisë së Shëndetësisë për të qenë sa më afër popullatës, për t'i ardhur në mbështetje edhe të problematikave apo të ngarkesave edhe të ditës që popullata mund të hasi. Edhe në kuadër të kujdesit që ju jepni shëndetit tuaj, po edhe shëndetit familjarëve, sepse po ishit ju të mbrojtur, edhe një prit mbesat apo dhe familjarët e tjerë ka një mbrojtje 2 fishe kundrejt virozave respiratore. Vaksina antigrip mbetet mbrojtja më e mirë dhe më efikase kundër virozave respiratore të shkaktuara nga viruset e gripit, ku grupet më të riskuara mbeten fëmijët, të moshuarit, personat mbi 65 vjeç, të sëmurët kronik, ata me problemet sistemit kardiovaskular, të sistemit pulmonar dhe të sistemit renal.